Aroma e porsapjekur e petës së misrit me lakrat e egra më kujton shijen e fëmirisë dhe duart e mamas. Kemi mbledhur nen edhe labot të egër sot. Do bëjmë një pet misri. Lakrat i lajmë me ujë të pollshëm, i presim në këtë mënyrë dhe i gatuajmë për 5 minuta me vaj ulliri. Tek 500 gram miell misri do shtojmë kripën, 2-3 lugë nga ky miell do ta heqim njan dhe tek pjesa tjetër do shtojmë ujë të nxehtë dhe pak vaj ulliri. Brumi për petën e miellit të misrit zihet gjithmonë me ujë të nxehtë. Konsistenca e brumit varet nga mbushja që do përdorni për petën e misrit. Në një tavë të bollshme do shtojmë vaj ulliri, do ta lyejmë mirë dhe më pas vendosim brumin e përgatitur më parë. Brumin e hapim në një petë sa më të hollë, me ndihmën e një luke ose me dorë. Kur e hapni me dorë është më mirë sepse ndjeni dhe trashësinë e petës gjatë hapjes. Në mes vendosim mbushjen e përgatitur me lakra dhe përsipër do ta pudrosim me miellin e misrit që kemi hequr më parë. Mundohemi që ta hapim në një shtresë sa më të hollë, duke e mbuluar të gjithë sipërfaqen dhe për t'i dhënë lagështinë e duhur, përsipër e spërkatim me ujë të nxehtë. Jam e sigurt që ka metoda të ndryshme për ta bërë petën e misrit, por kjo është metoda ime më e preferuar. Kemi përgatitur pak kos vaj ulliri, ja hedhim sipër në këtë mënyrë dhe në rast se doni mund të vini dhe pak gjalp të shkrirë. Do ta pjekim në 200 gradë për 35 minuta derisa të marrë një ngjyrë të bukur floriri dhe të sigurohemi që peta e misrit është pjekur edhe në pjesën e poshtme. Më pas e keni gati, ta shijoni sipas dëshirës me familjen tuaj, të shoqëruar me një gotë dhall dhe jam e sigurt që nëse e keni provuar këtë gatim më parë do t'ju kthej shumë mbrapa në kohë. Ju përshëndes.